përmbysje e këtij regjimi. Diktaturat nuk janë të lehta për të përmbysë. Janë shumë të vështira. Por diktaturat autoritare edhe totalitaret përmbysen vetëm në një rrugë, me revolt popullore. Ata të cilët besojnë se mund ta përmbysin diktaturën me votë, mashtrojnë vetën e tyre, apo mashtrohen. Thjesht, se jemi të harrojmë çdo gjë, gjithçka. Por të vim me datën, po marr zgjedhjet e fundit, të vim me datën 8 maj të 2025-s. Narkodiktatori del dhe njofton se fala të gjitha gjobat dhe kamatat. A e dini ju sa ishin ato? Ato ishin 10 herë më shumë se që imagjinoja unë që kam qenë kryeministër. Jo ma ju. Unë, nga ndrojtja se po ju mashtroj, thash se këto ishin 200 milion euro. Ato ishin 2 miliard euro. Nga faturat që dolen më vonë. Ishin 2 miliard euro. Ato vetëm ato interesonin 200.000 familje. Nuk ka zgjedhje me diktatorët. Kur? Urdhoni. Nuk po numroj 10 faktorë të tjerë, po marr vetëm këte. Jo një populli me një elektorat 1.400.000 apo 500.000, po dhe një popull me elektorat 3 apo 4 milion votues, 2 miliard euro, jarzojnë zgjedhjet. Kur një kryeministër që beson në dignitetin njerëzor, beson në lirin, beson në votën, nuk mund të bëjë një akt të tillë. Ju garantoj se Edi Rama është i gatshëm të bëjë siç bën çdo akt, në mënyrë që të mbaj karrigën. Mund të rrjeshtoj një seri aktësh tjera të tij, antikushtetuese, antiligjore, mobilizoj të gjitha kartelet e drogës dhe bandat, kundra jush, kundër votës suaj. Ndaj dhe, por ka një dallim të madh sot. Cili është dallimi? Ne ja dolem, ta gozhdojmë, ja dolem ta paraqesim para gjithë botës, siç është një armik i egër i votës së lirë, siç është një narkodiktator, siç është një shkatrimtar i kombit të tij. 7 rezoluta në një arë kohor 14 mujor. Pohojnë të gjitha këto. Dhe mbështesin ju, mbështesin ne në të gjithë përpjekjen tonë. Kjo është arritje jo e vogël për ne. Është motivim.